Komuniteti rrugëve Papa Klementi dhe Mark Malota prej disa kohësh po përballen me një problem infrastrukturor duke ju sjellur problem edhe në qarkullimin rrugor. Tush Gojani thot se nga ky problem infrastrukturor disa herë i është dëmtuar edhe makina. Probleme prishim kerët, gropa, po avitën ka 2-3 kere këtu të pritim e tjetrin, bjen grop, tash kanë fillu dhe tërtaret me hyjën kerët anë, me dëmtu edhe ma shumë. Nuk po disha me thonë veç mirë son. Kërëtari neve të po na qet krejt obligimet, tatimet, për prona, për rrugë, për regjistrime, shpesh ka 2-3 herë në ditë. Për mua shumë rënë. Për mua bjen gropa keri, bjen prishet, s'nin kur për atë punë. Nuk di, mirë, jo. Për këtë shqetësim të banorëve, ekipi i televizionit Syri ka kontaktuar me drejtorin e drejtorisë për infrastrukturë Shkumbin Kastrati, i cili ka thënë se Keci është duke punuar në rrjetën nëntoksor në atë zonë dhe ka për obligim ta sjellë në gjendje paraprake rrugën. Tutje kontaktuam edhe me zëdhënësin e Kecit Lulzim Kresniqi, i cili bëri të ditur se ditët pasuese do të ketë një përgjigje konkrete për shqetësimin e banorëve të rrugëve të lartë cekura.